Po unë merë në pymë fëmiri. Pizatët njerë dhe më pak të s'kom jetën. Sa po shkon kurbani maj mirë ose maj modhi? Po kurban të e në 600 euro ka. I shes një 100 copas. 100 copa, ka 200 euro me shi, që minimumi 200 euro? 20.000. Po vllaznit dhe i kanë Francë, të dytë kanë dele. Sa ori tokë, sa hektar tokë beni punu? Po një Pravarësisht? 12 hektar. Tregom sa shkon në vlera e mjeteve që mundesh mi pas? Dikon 50.000 euro kushtojnë në ato. Në madhon një sheher unë zalën qëte. Se sigurisht për 10 vjetë bon 7-8.000 copa dhanë për një delmes. Përshëndetje me stemi dhe shikuste shqiptar që krejt nga Nalindi. Sot janë ardhur në Romnik të vitis, janë ardhur te ferma Romniku, ku i posedon afro 300 dele. E sot pronari i kësaj fermeve, bija ku më na kallëzu se që sa kohë merret me fermë ose me dele me dhen, edhe na ka tregu pak a shumë që edhe vllazët e tij në Francë po mojshin dele. E për ma shumë detaje, hadini me neve. Pace bebe, çu shkom? Mirë që shoq. Me shnet? Mirë. Maraki? Për qef jam, mirë jam. Vallai goxha një farë sfide mordë ishte të. Po, sigurisht, po bash letë. Pace bebe më tregon so krer dhani hi ose dele më saktësisht. Po jo, gjithsej janë 260 copa. 260 copa. Tregom sa është e vështirë më marrë me ta. Ose tregom që sa kohë merresh me ta. Po unë merë në pymë fëmiri. Kur e kom fëmijë? Po. Je rrit me ta? 5 vjetë, do më thonë, jo merë me to. A do më thonë deri me sot se ki do hiq. Por si jam kom pa to. Pse? Është dorë. Maraki, kjo është, do është edhe smuj është. Pizatët njerë dhe më pak të s'kom jetën. Pa dele s'ki jetë. S'kom jetë. A keni pas trashëgim familjar? Po, edhe baba i ka rujt gjithë herë, do më thonë. Edhe vllaznia janë marak, gjithë. E kështu që kem tradit. Tregom sa është vështirë më marrë me to, se goxha si shumë gati 300 dele. Si ta dush punën, do më thonë, si ti është marak, s'ki qare edhe pa e punu. Edhe pa e punu, pa e bujzmit. Tregom sa orën ditë e kalon me ta, se që shenis ditën me ta. Me tu. Po vëllon, sa ba, fillojmë i qesmi drethë dhe i shlojmë. Në sa orën mëngjes? Po në 8 dikun që aty. Në 8 mëngjesit. Po, nësë qomi shumë herët. Pse? Ashtu e kem natën rrimë ma shumë, e ditës qomi shumë herët. E tregom natën, dhe në sa ora metnin ta? Terën 2 rri. Dhe në 2 todës metnin me tu. Tregom, se i daj kinjë aty, qes drethë, shumë, shka ke nevoj. tregom me kone punon këtë punë ti? Se firma Romniki bajge se shumë pas ka. Po loj vetë me thmin e mi. Visti me fmi. Me që në me thmin. Apo së doni veç dela, a edhe lëp? I kemi edhe lup, po për 20 dhe janë momentalisht. 20 lëp. Po. Tregom sa është e vështirë më marrë edhe me dhen, edhe me lëp. Vesh nga me tomel, luk mirë, nuk shesmi tomel. Pse? Aty e kemi tani ma letë. Pse s'shet një tomel? Sës, përna paguat, apo linë. Muri shumë edhe, jo prish, jo së prish, si farë. Edhe se shet e qumshtin. Shumë, nuk shesim absolut. E tregom këtu apo qesin qumsht? Qesim po si mjelmi. Pse? Ja, veç kinjat e ti. Vish kinjat. Tregom apo shkon Kinjat ma të mirë. apo shkon shtrajt në kurban? Sa po shkon kurbani maj mirë ose maj modhi? Po kurban të e në 600 euro ka. Si për shambull kë. Ç'kë? Po, Më thonë dhe 600 euro i ban. të e në 600 euro i ba. A shet hiq për kurban? E prazojt dhe që aty të e në 600 thash maj madhi. Tregom I shes një 100 copas. për kurban Bajram. Po. Allah të kuft. Vallahi shikus në rum që ta fermert po dojnë me mshti me bullën ja 50 copa. Donit një maj edhe une. Doni me mshti me blini një shtëpi di kanë katon edhe me bullën ja 50 dele. Në një ta fali, në një ta shesmi. Doni lirisht. 100 copa ka 200 euro me shi, që minimumi 200 euro? 20.000. 20.000 euro. Mena 2-3 ditëve. Ja, të të rritë, s'është, po. Pra përse shtatit mundë më Do më shku? thonë, mërëna 6 mujve, I shet. po, se 5 muj, del një aman kinjin bark. Do më thonë, 2 herë në vjetë mund me pjellë, me rujtë fort. 2 herë vjetë. Po, Okej, apo shdo me pak ma qema ma katu. ku dush. Do më thonë, 2 herë në vjetë pjellë një dele. Po, Tregom, sa kilogram është doshi ose delja ma e madhe që i kiqë të në tuf? po këtu ka del me te 130 kila. 130 kilo. Dashin 150 mund me ardhë. Qështë. Tregom, e vllazit a merren me këtë punë? Po, vllaznit dhe i kanë Francë, të dytë kanë dele. Në Francë mojnë dele. Francë mojnë dele. 2 vllaznit. Po, të dytë. Njën i ka 7 se u pa sigurisht. E qetri ma pak i ma veç për qe, po, me rënësi. Midis Francës mojnë dele, do më thonë. Po, valla. E tregom me subvencione që e ki punë, a bëllojnë subvencione për to ajo? I japin ka 25 era. Për kry. Po, si jem bashkë knaqët,
Pse se ne të knash me subvencione vallazëm? Se kam profesion ata shka është ministri i bujqësisë, do më thonë se ka këtë profesion. Vend të vjetra nuk ti pranon hiq, edhe të reja të kingjat nuk i pranon absolut. Është të qenë mesatara? Sigurisht, del një vjetër ha ma shumë se e reja, ma zor është me mojtë. Edhe nuk dhoj subvencione për Nuk to? japin po, i jek për sistemit. Do më thonë të shumicën e manë mjetëve tanake? Vetë. Vetë. E sa është e vështirë për ty kjo vjetë që me mjetëve tanake mi mojtë 300 dele thuja? Po na vetë e bën e mjellë tokën, do më thonë, dronin kalamoqin, livavat i klositit, do më thonë, i blej me pare, i kom edhe të minjat, i shumë i bëj siguraj vetë. Sa ari tokës, sa hektar tokë beni punu? Po një Pravarësisht? 12 hektar. 12 hektar. Veç ti me fmi... Veqën e me fmi. I kom punoni? 4 traktora, mjetët i kom krejt me presa, me kosa, me shkat ka me vuj. Do më thonë edhe mjetë e paske? Po krejt i kom. Tregom sa shkon në vlera mjetëve që mundesh mi pos? Me traktura, me preshte, me krejt? A kushtojnë hiq ato? No, nështë dikom 50.000 euro kushtojnë në vetë. Mjetët që e punon tokën me to? Sigurisht. Se 2-3 kosa, 4 traktora, A ki- presa, gërbulla, shaska aty. A ki morë me subvencion, a ki ble vetë? Ja, vetë i kom blej. Vetë i ki ble? No, subvencion. A ja ka vlejt mi dhonë të ato pare për mirë të punës? Ja ka vlet, se unë s'kom me qëto mirë me kuptuar, me qëto dhanë. Edhe lopët edhe jetoj një jetë normale. A ma me qef kështë nejtë në katën me punu që të puna me dollë shërë me punu në i punë shtetit? Ja, me qëto valla, unë me ma dhonë një sheher unë zalë në qytet. Nuk del. Ja, zalë. Pse? Unë shkova, kur shkova se jam do ma qenë shpije, mas drejke pa dalë të dhenë, s'ka shansë. S'munësh pa dollë Ja, të? s'muj me dalë. Edhe mjetë marak një ditë nësë me dalë, Sa qeni, Ja, disëm pas ke doke baja ki qenë, sa qeni ki? qani kom 8 valla. 8 qenë. Po. Por që to mirujt? Që ta i rujë që ka kur farroziki pi upit o dishka. A të ka bo në herë do muki? Ka bova kina një ka vjell, një, 2, në herë se. Jo. S'mundet me bo Ka vaki. bova. Të regom, që kështë pas jef me thonë aty fermerve, aty në fermerve cilët jenë zhgënjim për kësaj punë paka shumë. Po ata fermer që janë zgjenyu, ata do me thonë që janë konë fermer hesë se dëna i dimë. Po thu që ai që o zhgënjim për kësaj punë, ai s'o kun fermer kur? Sigurisht. Një fermer me bo një shërë lishe e mëllë për maraj, je pali atë 100 copa dhana, i hu për 5 vjetë. Ju për 5 vjetë. Sigurisht. Të regom, me soja keni njës? A din gjohë parapërsisht? Po ka ndodhë, i kom shqit kretë dhanë që mëllë për marë, një e kom lonë jetim, pi që asoja pet i kom bova. Pi një i ki bu Po. tjera ta vetë. Se sigurisht për 10 vjetë bon 7-8 copa dhanë për një dilmës. Ju be. Po valla. Të regom, dhe në soj ki sunimin me mëri me sot 300 që i kishtu. Gati 300. Vëlloj, që aty 3-400 ma shumë synoj me bo. Nuk së nën. Se për një familje janë ballë dhe sa të bëjsh ma shumë, për në ki punë hala ma shumë, se një këshirë ballë. Shra do zoti kur vjen kurban bajrami, i hek gjysën e ma shumë. Amen. Qatë 20.000 e bëjt 60.000. Faleminderit sa ti juve. A na balla që të morëm ku? Allah në kohë, ta mënë punë. Faleminderit shumë që na pritë mas pari. Me një Na ki pritë kogja mirë vallaj. Shra do zoti, shra do zoti të puna morë. I shra ta runë zoti Marokun. Faleminderit. A na i bo halal? Për juve që keni bo këtë muli një ardhë. Fe Marovniku. Dhe bena bo halal. Faleminderit shumë i te zotit poftë të rujtë, të Allah shnetën. Edhe juve, Respekt. Zoti, gjitha Faleminderit të mirat. shumë.